Sikur që dogana shqiptare përveç se një institucion që mbledh të ardhurat për buxhetin e shtetit është edhe institucion ligjzbatues. Ne shpesh herë kemi bërë publike të gjitha rastet e palishmërive të zbuluara, qoftë në portin e Durrësit, qoftë edhe në pikat e tjera kufitare në Rrinas. Raste ku kemi goditur jo vetëm palishmërinë në fushën doganore, por edhe sa i takon trafikut potencial të narkotikëve. Gjitha operacionet janë kryer në bashkëpunim me policinë e shtetit dhe në çdo rast janë bërë referimet përkatëse, qoftë në prokurori të zakonshme, qoftë në prokurorinë e posaçme. Gjithashtu edhe në fushën doganore ka një vëmendje të shtuar për të luftuar palishmëritë, jo vetëm ato që prekin interesat drejt për drejt të shtetit shqiptar, por edhe interesat e Bashkimit Evropian. Më së fundmi mund ta bëj publike këtë që referuar në SPAK një çështje e cila nuk prek drejt për drejt interesat e shtetit shqiptar, por kryeshin operacione fiktive zhdoganimi dhe eksporti nga vendet e Bashkimit Evropian duke përdorur dokumenta falso të lëshuara nga autoritetet shqiptare, të falsifikuara. Për këtë qëllim, duke pas konsiderat që janë përdorur dhe materialet ngjashme me materialet që përdoren edhe nga doganat shqiptare, është bërë referimi edhe në strukturën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në Shqipëri, por njëkohësisht janë njoftuar dhe autoritetet përkatëse të Bashkimit Evropian, OLAF-i në këtë rast, për të luftuar në këtë mënyrë palishmërinë që kryesisht cënonte interesat e Bashkimit Evropian dhe jo të Shqipërisë. Pra, po përmbushim më së mirin edhe funksionin tjetër ligjzbatues që kemi për luftuar çdo lloj palishmërie që ndodh në kufi të vendit. Faleminderit.